Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miqën e mbar botës kudo që jeni. Assalamu alaikum. Ju uroj një vit të mbar, një fillim të mbar të vitit 2026. Ata që kanë pas gjendjen e vështirë, kanë pas probleme në 2025, mos i humbni shpresat sepse Zoti ka hap shumë dyer të mira për juve, nëse besojmë në Zotin dhe nëse dëshirojmë që të bëjmë ndryshime. Prandaj lutim Zotin ata që kanë pas jetën e vështirë, me problematika të ndryshme, Zoti t'ja bëj 2026 më të mirë, me bereqet, me shëndet, me gjitha të mirat në jetë, ndërka që atyre që kanë pasur jetën e mirë 2025, dëshiroj që këtë vit të vazhdoj Zoti t'ja bëj edhe më të mirë, por me të vetmin qëllim që të ndihmojmë njëri tjetri. Kësaj radhe, po e fillojmë vitin 2026 me një cikël epizodash në kanalin tim në TikTok dhe pastaj do të barten edhe në YouTube, pra një cikël epizodash lidhur me hisën e motrave, sepse ne duhet të bëjmë ndryshime në vitin 2026. Do t'ja nisi nga vetja, sepse mendoj me nis një procedur të kërkimit të hisës së babait tim, prindërve të mi, tek vëllezërit e mi. Prandaj, nëse ne nuk bëjmë ndryshime, Zoti thotë unë s'kam pse ta ndryshoj gjendjen e një populli, qoftë duke filluar prej shtëpisë, në familje, në shoqëri, në shtet, e tjera. Pra, Zoti nuk na ndryshon gjendjen tonë nëse ne nuk e ndryshojmë. Prandaj të dashur miq, ju ftoj që të jeni në ora 18 sonte, dhe të bashkë bisedojmë, të ligjërojmë pak, të tregojmë si janë konventat ndërkombëtare, konventat e Kosovës, konventat e Lek Dugaxhinit, si dhe konventat hyjnore, të shohim se a i takon hisja e babës motrës tënde, apo motrat pse duhet t'ja dhurojnë vëllaut, a duhet t'ja udhurojnë, a duhet ta ndjekim traditën, apo duhet ta ndjekim fjalën e Zotit, apo ju që nuk besoni në Zot, i ndiqni edhe konventat e Kushtetues Kosovës. Prandaj, ju njoftoj se ne nuk do të jemi në TikTokun e vjetër, po do të kalojmë në TikTokun e ri, pra Ikbale Oficial. Aty do të jemi në ora 18. Mirupafshim. Share.